Është zhvilluar edicioni 7 i koncertit 100 vjet muzik në Korçë. Veprat të zgjedhura të kompozitorëve korçar janë prezantuar në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi nga ansambli Harqeve, Harmonia Albanika me dirigjent Eno Koço, në udhëheqjen artistike të koncertmaestrit Lorenz Radovani. Në këtë edicion janë luajtur edhe veprat e autorëve të rinj, ndërsa janë rimar edhe veprat e autorëve të traditës korçare. Është qëllimi që jo vetëm të evokojmë, të thrasim memorien publikut për veprat e shkruara në kohë. Prandaj kemi quajtur 100 vjet muzike kultivuar në Korçë, por njëkohësisht servirim edhe krijimtari të re, edhe besoj se kështu përmbushim gjithë atë objektivin ton parësor. Misioni jon është që të promovojmë muzikën e kompozitorëve korçar. Sjellin frymëzimin e tyre, sjellin emocionet e tyre, është bukur dhe pasurohet, si thuash, repertori i muzikës korçare edhe repertori jonë si interpretues. Kjo traditë e bukur e krijuar në Korçë prej 7 vitesh tashmë, jep mundësinë të gjithë kompozitorëve korçar të paraqesin veprat e tyre, por nga ana tjetër ndihmon edhe për zhvillimin e jetës kulturore.